Presim edhe Anejdën. Shumë faleminderit gjithë personave që janë duke u bashkuar. Anejdë, përshëndetje. Si po kalon? Përshëndetje. Si po kalon ti? Po mirë, shumë mirë, është për pak, po ezi po për konferencë. Nuk dëgjohet si mirë. Okej, ndërkohë që Anejda na bashkohet, unë do bëj një prezantim shumë të shkurtër në lidhje me këtë bisedë sot. Është në kuadër të konferencës sonë ekonomike në Londër. Business Network Albania është një organizatë jo fitim prurse e regjistruar në Shqipëri. Përshëndetje Blerta. E regjistruar në Shqipëri me fokus për të qenë një organizatë globale për sipërmarrës, investitor, profesionist dhe drejtues ekzekutiv. Misioni ynë është lëvizim kapitalin ka diaspora drejt vendeve tona lokale. Dhe kemi mundësinë për të promovuar produkte dhe shërbime shqiptare për t'i eksportuar në tregje ndërkombëtare dhe mbi të gjitha, por jo më pak e rëndësishme, thithja e investimeve e investitorëve të huaj apo agjensive apo organizatave ndërkombëtare të cilat kanë interes në komunitetin shqiptar. Se si Business Network Albania është duke implementuar këtë mision është online dhe offline. Pra ne kemi një platformë digjitale e cila bën shumë të thjeshtë dhe eficient procesin e rrjedhëzimit dhe të bashkëpunimit, dhe gjithashtu kemi konferencat apo forumet ekonomike, të cilat janë duke u zhvilluar, i pari në datë 21 mars në Londër dhe në qershor në Berlin, dhe gjithashtu kemi edhe 2 konferenca të tjera që do të mbahen gjatë vitit 2026. Fokusi kryesor në këtë bisedë do të jetë konferenca ekonomike e Londrës, dhe po presim që dhe Anejda të na bashkohet. Anejda është nga panelistët dhe do ta kem privilegj që të moderoj personalisht panelin e Ballkanit Perëndimor për të folur për mundësitë, sfidat dhe Në këtë panel në Ballkanin Perëndimor, ku edhe Anejda është paneliste, do të diskutojmë për mundësitë e reja që gjenden në Ballkan, kryesisht në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe gjithashtu për të folur për problematikat apo gjithashtu për zgjidhjet e reja që po ofrohen në këtë ekosistem dhe në këtë treg të ri, i cili është një treg në zhvillim. Besoj se ky do të jetë paneli më i rëndësishëm për të vendosur theksin se si do të ketë ecurinë gjithë konferenca, pasi mbi të gjitha kjo konferencë do të zhvillohet jo vetëm për ndarje ide apo për të mësuar, por gjithashtu për të pasur mundësinë për të promovuar në mënyrë dinjitoze dhe se si takon Shqipërisë dhe Kosovës në sy të gjithë investitorëve ndërkombëtar apo investitorëve tanë në diasporë. Nuk e di pse Anejda nuk është duke Egla, përshëndetje. Falënderim shumë, faleminderit. Po. Okej, tani kemi Anejdën këtu. Po, tani është shumë mirë. Okej, më dëgjoni, super. Okej, unë ndërkohë e bëra një prezantim edhe të BNA edhe të konferencës, po fola pak edhe në lidhje me faktin që do ta kem shumë privilegj që të moderoj një panel ku ti do të jesh një nga panelistët për Ballkanin Perëndimor. Padyshim që shumë persona këtu të njohin, por unë do doja që të jepje duke qenë që kjo video është në kanale të tjera, do doja të bëj një prezantim shumë të shkurtër dhe pastaj të mund të fillonim për të prekur disa nga gjërat kryesore se çfarë do të ndodhi në konferencën e Londrës në panelin që ne do ta kemi së bashku. Patjetër, me kënaqësi. Unë jam Anejda Bayraktari, për ata që më njohin, jam sipërmarrëse, por gjithashtu jam njeri i komunitetit. Unë si sipërmarrëse kam lindur nga eventet e komunitetit dhe për këtë arsye për mua ka qenë një mënyrë to give back që vazhdoj dhe organizoj evente për të rinj, sidomos të ty në botën e biznesit sipërmarrjes, sepse për mua është një eksperiencë jetësore. Pra ty të ndryshon rrënjësisht si njeri sipërmarrja, edhe sikur ti të dështosh përfitimet që ti ke janë aq të jashtëzakonshme sa që
unë ja rekomandoj të gjithëve supermarket, po sidomos të rinjve, sepse ato kanë më shumë guxim, kanë më pak frikë, kanë më pak gjëra për të humbur se sa një njeri në një moshë pak më të madhe. Kështu që unë bëj evente për sipërmarrjen, kryesisht për të rinj, po edhe për profesionistë që duan të lidhen dhe të frymëzohen nga sipërmarrjet, një nga ato Startup Grind, ku unë ftoj sipërmarrës, i intervistojnë, ato ndajmë pak nga rrugtimi i tyre sipërmarrës, edhe për mua është mënyrë shumë e mirë për të frymëzuar njerëz të tjerë që të futen në sipërmarrje, por për mua është esenciale pjesa e networking gjithashtu. Pra, njerëz që lidhen bashkë, bëhen bashkë, mund të bëjnë biznes bashkë, mund të gjejnë klientë, mund të gjejnë co-founders në këto lloj evente, edhe është frymëzim besoj për gjithë komunitetin, edhe prandaj edhe unë vazhdoj i organizoj evente të tilla. Shumë faleminderit Aneida, dhe unë jam shumë i lumtur që ne jemi takuar, që jemi njohur, edhe që Business Network Albania të ka njohur edhe për gjithë mbështetjen gjithashtu që ke dhënë deri më sot, jo vetëm për ne, por për gjithë komunitetin. Dhe duke lidhur me këtë që sapo ti the, unë do të pyesja se çfarë të ka frymëzuar ty fillimisht, sepse të merresh me komunitetin, me sipërmarrës, padyshim është një punë shumë e bukur, por ka gjithashtu edhe shumë sfida. Për çfarë ka qenë, po themi, frymëzimi jot që të fokusohesh në këtë drejtim? Për mua sipërmarrja ka qenë aksidentale. Nuk e di nëse do i kisha hyrë biznesit, nëse unë nuk do kisha marrë pjesë në një event të quajtur Startup Weekend në 2012. Do me thënë, atëherë isha njeriu tipik që ti mbaron shkollën, gjen një punë të mirë edhe kështu vazhdon. Dhe asnjëherë nuk e kisha menduar që mund të bëja biznes, derisa mora pjesë në një event i cili e ndryshoi komplet këtë mendësinë se çdo kush mund të bëjë biznes. Pra, nëse ti ke një ide, për ta nisur është shumë e thjeshtë, pastaj rrugës do dalin vështirësi të tjera që ti do dalësh nga zona e komfortit, do përmirësosh veten tënde në mënyrë që të rrisësh veten dhe biznesin njëkohësisht. Kështu që për mua ka qenë aksidentale, po që besoj nuk do ta lë kurrë sipërmarrjen, domethënë. Çdo gjë që të bëj në jetë për mua, unë jam gjithkohës duke menduar sa zgjidhje të reja të bëj për Shqipërinë, për komunitetin, aty ku ndodhem, jam gjithmonë duke menduar gjëra të reja dhe ndonjëherë kam burrin që më mban me këmbë në tokë se ti se për mua do nisja një biznes të ri çdo ditë. Por që mendoj, sidomos për të rinjt, është e rëndësishme që të dalin nga zona e komfortit, sepse biznesi nuk është vetëm një impakt që ti ke për atë problemin që po zgjedh, veçanërisht për ty si person. Pra, ti del nga zona e komfortit dhe mëson një sër aftësish që ndoshta nuk do t'i mësosh dot në një punë 9 to 5. Janë shumë gjëra që ti mëson. Public speaking, mëson si të shesësh produktet, shërbimet e tua, mëson si të negociosh, mëson si të drejtosh skuadrën, mëson si të marrësh vendime. Pra, janë një sër aftësish dhe elementesh që ty të ndryshojnë dhe të përmirësojnë si njeri besoj. Shumë e drejtë. Unë do mundohem të fokusohem në prezantimin që ti bëre, duke theksuar këtu edhe çfarë ti ke bërë me eventet, me komunitetin, dhe mund ta them që në sa unë të kam ndjekur personalisht, por besoj edhe shumë persona të tjerë, vije të re gjithë komuniteti energjik dhe dinamik që është krijuar në Startup Grind Tirana. Edhe ajo që unë do të pyesja është në perceptimin tënd, nga ana jote si një sipërmarrës gjithashtu, por edhe si një person që po kontribon në këtë drejtim. Pse komunitetet janë kaq të rëndësishme për sipërmarrësit e rinj, por jo vetëm, edhe për ata të cilët janë tashmë në treg? Unë do flas specifikisht një herë për Startup Grindin. Startup Grindi, koncepti që ka lindur është që sipërmarrësit të mos ndiheshin vetëm në rrugtimin e tyre. Pra, një grup mish që takoheshin një pasdite dhe ndanin të gjitha sfidat që kishin në sipërmarrjet e tyre, dhe në këtë mënyrë ata kuptuan që duke i ndarë ti këto lloj problematikash nuk ndihesh vetëm, ke një support group dhe kështu lindi chaptera në gjithë botën. Dhe kjo besoj është fuqia e komunitetit, kurdo që vjen në grind, kurdo që është pjesë e komuniteteve, jo vetëm grindit, e ndjen që ka një support group, e ndjen që ka njerëz që janë po si ty, që kemi të njëjtat problematika,
që vuajmë le të themi nga i njëjti ekosistem të gjitha problemet që ka, sepse e vërej që njerëzit që ata që janë në supermarket më kuptojnë, ndihen shumë vetëm. Dhe thënë ky është problem i supermarkets dhe kur ti e di që ke një support group, që je pjesë e një komuniteti, je më shumë i mbështetur, je më pak vetëm dhe besoj që është një mënyrë edhe për të frymzuar, edhe për të marrë motivim për të hequr përpara edhe kur ti mendon që ndoshta do të heqësh dorë sepse është e vështirë le të themi supermarket. Nuk është gjithmonë fush me lule kaq bukur sa po flas unë. Kështu që unë gjithmonë i rekomandoj njerëzve, po jo vetëm në supermarket, qoftë edhe në fusha të tjera të jetës, të kenë atë support grupin e tyre, komunitetin e tyre, ku mund të ndajnë, ku mund të mbështeten, ku mund të flasin me njëri tjetrin, sepse në ditët e sotme teknologjia na ka larguar shumë nga njëri tjetri dhe mënyrë shumë e mirë është për të bërë bashkë në komunitete. Okej, shumë faleminderit. Para se të vazhdoj tek një pyetje tjetër që kam lidhur me edhe me temën e panelit, dua të them që personat që mund të na ndjekin apo personat që po na ndjekin tani, të kuptojnë që biseda do të trajtohet edhe me 2-3 pyetje për Aneidën nga ana ime, që lidhen më shumë me pjesën e konferencës dhe pastaj edhe unë dhe Aneida do të jemi të hapur për pyetje nëse ka diçka që ne mund të shtojmë apo qoftë në lidhje me supermarketin, qoftë lidhje me konferencën, qoftë lidhje me gjithë ekspertizën tonë. Kështu që do të kemi kohë diku te 5 minuta në fund për disa pyetje. Unë dua të pyes Aneida sepse ti do të jesh një nga panelistët në konferencën që ne po zhvillojmë në Londër datë 21 mars. Dhe mendoj, unë po e thoja por ti nuk ishe. Paneli Ballkanit Perëndimor për mua ka një rëndësi jo më të veçantë, por luan një rol kyç në gjithë konferencën, për arsye sepse do të vendosi tonin dhe do të vendosi atë energjinë se si mundet ne të zhvillojmë biznese nga Ballkani për të shkuar drejt botës globale dhe pastaj duke e prekur këtë më praktikisht edhe panelet e tjera, cilat janë edhe 4 tjera. Dhe ajo çfarë unë dua të të pyes ty sot, shumë shkurtimisht nëse do të kesh mundësi, është se nga perspektiva jote çfarë mundësish ekzistojnë sot në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe pastaj në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Unë mendoj që sot bota është bërë shumë e hapur dhe sot me anë të teknologjisë ti mund të bësh biznes nga Shqipëria, nga Kosova, në gjithë botën, ti mund të bësh scale bizneset. Pra teknologjia na i ka ofruar këtë lloj mundësie të gjithëve. Gjithashtu edhe kushtet për të bërë biznes në Shqipëri, ndoshta taksimi dhe gjitha këto nuk janë aq të mëdha sa të mund të jenë në vende të tjera, kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë për të rinj që dua të bëjnë biznes. Problemi qëndron që nëse ti do të rritesh dhe do të bësh scale, të rinj të sotëm që kanë biznese kanë vështirësi shumë të mëdha për gjetur investitorë, për gjetur para në mënyrë që të arrisin këtë dhe të replikojnë modelin e tyre të bizneseve edhe në vende të tjera. Kështu që mendoj që ekosistemi ynë aktualisht ka një ngërç shumë të madh në këtë pjesë. Pra te pjesa e parave, te pjesa e investitorëve, investimeve, sado që po bëhen hapa shumë të mirë. Qoftë edhe me Business Network Albania, për mua është mundësi shumë e mirë që ju mund të lidhni diasporën, investitorët që janë jashtë për të ardhur dhe për të kthyer pak syt nga Ballkani në mënyrë që të investojnë dhe jo ndoshta vetëm para. Këtu flasim për para, flasim për know-how, flasim për standarde. Janë të gjithë këto element besoj që do të ndihmonin shumë startupet shqiptare, bizneset shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë. Kështu që për mua mundësit në këto lloj periudhe janë të jashtëzakonshme. Do të thënë këto mundësi që kanë të rinjtë e sotëm, që kanë bizneset e sotme, qoftë të sapo hapura, qoftë të maturuara janë të shumta, sepse para 10 vitesh nuk ka qenë ky ekosistem që është sot. Sot ke programe ku ti mund të futesh dhe të bësh akselerim më të shpejtë të biznesit tënd. Ti sot ke grante nga donatorë, nga qeveria, të cilat sigurisht nuk janë aq të mëdha sa të bësh scale, po të ndihmojnë në një farë mënyre që ti të rritesh, të kalosh nga një pikë në tjetrën në biznesin tënd. Kështu që mendoj që të rinjt do duhet ti shfrytëzojnë të gjitha këto mundësi, po sidomos ata që nisin biznes për herë të parë, është shumë e rëndësishme pjesa e know-how, jo vetëm investime dhe para.
Mendoj se ajo është nga pikat kyçe dhe tani më vjen mendje nga çfarë ti sapo përgjigje duke përfshirë dhe diasporën. Faktikisht një nga pyetjet që unë kisha për ty është se sa i rëndësishëm është roli i diasporës tonë ekonomike në mbështetjen e inovacionit dhe të investimeve. Sepse mendoj që është deri diku e fragmentuar, pra nuk ka një lidhje direkte dhe kjo ka qenë edhe një nga pikat tona kryesore sepse ne kemi nisur Business Network Albania. Pra në perspektivën tënde sa deciziv është roli i diasporës tonë ekonomike në rajon? Për mua është i jashtëzakonshëm, domethënë deri para pak vitesh mënyra se si diaspora jashtë investonte ishte duke i sjellë lek familjeve. Po sot nëpërmjet edhe programeve si Business Network Albania apo programeve të donatorëve ka mundësi të shumta se si diaspora mund të investojë kohën, mentorship, know-how, standardet, mënyra si ata bëjnë biznes të eksportojnë modelet këtu në Shqipëri, pra në mënyrë që edhe shqiptarët bëhen sipërmarrës më të mirë, edhe ekosistemi të përmirësohet duke parë standarde që janë jashtë vendit. Kështu që për mua diaspora ka një rol kyç, po qoftë edhe për pjesën e investitorëve. Sot është shumë e vështirë që të gjesh investitorë të cilët investojnë në një treg kaq të vogël sa që është Shqipëria, sa që është Kosova. Domethënë një investitor amerikan, investitor në UK, nuk do investonte fare në një startup shqiptar. Kështu që besoj që diaspora do kishte një rol kyç që të rritej ekosistemi, që të rriteshin startupet, që mbas 10 viteve ndoshta dhe Shqipëria dhe Kosova ta kishin një unicorn të paktën. Sepse për mua është shumë e trishtueshme që startupet shqiptare, bizneset shqiptare i duhet të regjistrohet në mënyrë ligjore në vende të tjera, në US apo në UK apo në vende të tjera të Europës, në mënyrë që të marrin një investim, sepse në Shqipëri mekanizmat ligjor që janë aktualisht nuk vlejnë për investitorë. Dhe mbaj mend që këtë bisedë e kemi pasur edhe kur jemi takuar disa herë dhe besoj se është një nga pikat kyçe që besoj ne të gjithë së bashku në panel dhe këtu dua të ndaj edhe në lidhje me dy panelistët e tjerë që do të kemi, me Xhevat Lita, i cili është kryetari British Albanian Chamber of Commerce dhe gjithashtu Adelina Badivuku, e cila është board member of British Kosovo Chamber of Commerce, Aneta, edhe unë do të ndajmë besoj dhe do të jemi shumë praktik dhe unë këtë uroj që ky panel të sjellë zgjidhje konkrete dhe jo thjesht teori, sepse mendoj që potenciali është jashtëzakonshëm. Ka një fragmentim, besoj janë disa incentiva që janë duke u zhvilluar dhe besoj se mund të padyshim kemi shumë pika të cilat ne do të diskutojmë dhe lidhur me këtë do doja të pyesja për herë të parë kështu live, domethënë çfarë pret ti nga ky panel personalisht, pra çfarë pikash apo çfarë diskutimi ti pret që të zhvillohet nga ky panel, edhe nga panelistët e tjerë? Sepse do t'i themi, nuk do ta mbajmë surprizën e Okej. Shiko, vërtet për mua kjo që sapo thash është një pikë shumë e rëndësishme se si komunitete, organizata të lobojnë në mënyrë që e gjithë kjo pjesa e investitorëve, gjithë kjo pjesa e kapitalit për Ballkanin Perëndimor të rregullohet në mënyrë ligjore që sepse edhe diaspora kërkon incentivat e veta në mënyrë që të sjell kapitalin dhe të investojnë në ekosistem shqiptar. Pra, sepse investitorët në fund të ditës përveç pjesës romantike të nacionalizmit, në fund të ditës është return on investment. Kurdo që investon në një startup, pret që të ketë kthim nga investimi. Kështu që besoj shumë që panelet të tilla hapin vend për le të themi ca action points edhe lobime që në mënyrë që le të themi qeveria apo agjenci qeveritare të marrin seriozisht këtë çështje, duke qenë se është një ngjeshje e ekosistemit dhe nuk po lejon dot startupet të triten. Pra, mekanizma në mënyrë që
kapitali të fillojë dhe të vinë në Ballkan, sepse është një problem shumë i madh për startupet, besoj. Fatmirësisht, dje kishim një lajm shumë të bukur, një startup që kishte marrë një investim $270,000, por që e pash që prap ishte një thonte është startup Finnish Albanian, pra gjetur prap ky mekanizmi që të regjistrohet në një legjislacion tjetër në mënyrë që të marrë investimet. Kështu që besoj që organizata si juve, panele që lidhen me këtë lloj diskutimesh hapin vend për iniciativa të tilla. Aneta, shumë faleminderit. Unë kam shumë pyetje të drejtën, po siç e thënë ti, disa do t'i lëm për datën 21 mars. Unë do doja, nëse dikush nga personat që na ndjekin ka pyetje në lidhje me Anetën, në lidhje me konferencën, në lidhje me biznesin. Velsi do duhet na pres në Londër, se sa do flasim në konferencë. Giovanni thotë sa e rëndësishme është për të kenë mentor. Për me pas mentor, Giovanni, besoj? Kjo është pyetja? Po. Mentorët janë fik me dy presa, sepse unë ftoj shpesh mentor në eventet e sipërmarrjeve që unë bëj. Unë aktualisht kam një event për të rinj 19-29 vjeç në disa qytete të Shqipërisë, po mentorët janë fik me dy presa nëse ti nuk i ke zhvilluar këto mekanizmat e intuitës së sipërmarrësit. Dhe unë i them gjithmonë sipërmarrësve një shprehje shumë të bukur që një nga sipërmarrësit që kam investuar në Startup Grind thotë, ai thotë që ti duhet të kesh smart eyes për të parë se ku janë mundësitë, duhet të kesh smart ears për të parë, për të dëgjuar atë feedbackun që ty realisht nevojite, dhe smart nose për të nuhatur se ku janë parat, pra pjesa e monetizimit të biznesit. Dhe ajo që mua nuk më pëlqen në tërësi është kjo pjesa e naysayers, pra nëse ti i thua dikujt në Shqipëri, po qoftë edhe mentor që janë profesionist për ide biznesi, shumica do t'japin një qasje të tipit nuk bëhet, nuk funksionon. Dhe unë i them gjithmonë të imve që kjo nuk funksionon për ata, me eksperiencën që kanë ata, me bagazhin që kanë ata dhe me perspektivën që si e shohin ata. Ti ke një perspektivë ndryshe, ke një pasion ndryshe për një ide të caktuar, kështu që duhet bëhen selektiv qoftë edhe me këtë pjesën e mentorshipit. Giovanni, unë besoj që nuk është shumë e lehtë të gjesh mentorin e duhur që edhe ti ke kimi, le të themi, se duhet një lloj chemistry edhe ai sipërmarrësi me mentorship. Por që janë shumë të rëndësishëm, janë njerëz që t'japin dorën, do thoja. Padyshim, edhe besoj që është e rëndësishme që të kesh edhe një qasje ndryshe prej eksperiencës së një personi që ka qenë ndoshta një treg më të zhvilluar, apo qoftë edhe nga eksperjenca që ata kanë tregun ku ti je duke u zhvilluar. Për shembull, Business Network Albania, një komponent mentorshipi do ishte shumë ndihmues për njerëzit që duan të shkojnë në vende të tjera të bëjnë scale. Për shembull, kur unë nisa që të punoj me US Market, mu desh të bëja hire dikë që të më shpjegonte pak këtë pjesën e culture atje, sepse unë nuk mund të bëj sales njësoj si në UK, si në Sweden, si në US. Kështu që një mentor për shembull në atë kohë do më ishte një ndihmë shumë e madhe që të më ndihmonte pak si unë si sipërmarrëse mund të sillem, si të bëj negocime me biznese në US. Dhe unë për shembull më desh që të gjeja dikë, ta paguaja, ta kisha konsulent, po një mentor i mirë për shembull nga diaspora do ishim pak më të hapur në bisedat tona, do më fliste pak më sinqerisht se sa një konsulent që ti e paguan dhe të flet shumë formal. Padyshim. Anajt, shumë faleminderit. Okej, Aneda, nëse do të kishe një mesazh tani për gjithë sipërmarrësit, drejtuesët ekzekutiv dhe gjithashtu profesionistët që kërkojnë mundësi të reja, në mbyllje të kësaj bisede, cili do të ishte mesazh? Po, mundësitë e reja duhen kërkuar dhe unë besoj shumë që ti vetëm nuk bën dot shumë gjëra. Domethënë, prandaj komunitetet si Business Network Albania, komunitetet si sipërmarrësish, po sidomos juve që po zhvilloni në vende të ndryshme, po lidhni diasporën, po lidhni me Ballkanin, besoj që jeni pjesë shumë e rëndësishme për gjithë ata që kanë biznese, të cilët synojnë tregje globale dhe ndërkombëtare. Kështu që
thirrja për mua është bëhem pjesë e komunitetit. Asgjë nuk zhvillohet dot vetëm. Domethënë suksesi i vetëm nuk vjen asnjëherë. Sidomos në Shqipëri që kur ti negocion nga Shqipëria me biznese jashtë vendit, të shohin në një sy tjetër. Për shembull, mua kur fillova të punoja me US Market, më desh që të bëja certifikime, më desh të bëja biseda të tëra që të fitoja të besimin që një vend nga Western Europe nuk do e kishte kaq të vështirë sa një biznes i vogël shqiptar, le të themi. Kështu që bashkohuni me komunitete, edhe jemi në Londër. Ndoshta Londra është pak e vështirë se do i duhet vizë, po ju do vazhdoni ta bëni edhe në vende të tjera. Padyshim, ne kemi edhe konferenca të tjera në vendet e Europës shumë shpejt brenda këtij. Po. Gjithsesi unë do doja që ta mbyllja këtë bisedë duke të falenderuar shumë edhe ndjen shumë i privilegjuar edhe realisht të falenderoj për mbështetjen dhe për faktin që do të jesh në panel dhe për gjithë know-how, eksperiencën, pikpamjet e tua që do të ndash me audiencën tonë. Dhe gjithashtu doja të ftoja gjithë persona, duke qenë që Aneda nuk e përmendi, po e përmend unë për ta përmbyllur që çdo person që të shiron të jetë pjesë e konferencës, do të jemi mbi 350 sipërmarrës profesionistë. Mund të përdorni kodin Aneda30 edhe Aneda do t'ju japi 30% zbritje në çdo bilet që mund të merrni për konferencën e Londrës. Besoj se prekëm shumë pika të rëndësishme, paka shumë për dy profilet, edhe çfarë Aneda do të zhvillojmë panel apo se si Business Network Albania është duke zhvilluar konferencën. Kjo është besoj ajo çfarë ne presim, edhe presim që gjithë ju të bëni pjesë jo vetëm me kësaj konference, jo vetëm me komunitetin ton, por ashtu siç tha Aneda, është jeni pjesë e komunitetit aktiv. Nuk ka shumë rëndësi në cilin dhomë besoj që në një moment gjithë diaspora do të bashkohet dhe ne jemi duke u përpjekur dhe duke punuar aktivisht për këtë ditë që të gjitha komunitetet e diasporës të bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të arritur pikërisht në atë finalen që mos të ketë më fragmentim, qoftë nëpërmjet organizatave, qoftë nëpërmjet komuniteteve, qoftë nëpërmjet kompanive, po të jetë një zë dhe të jetë një forcë e vetme. Kështu që shumë faleminderit për kohën, për vëmendjen edhe për gjithë juve, edhe unë vërtet mendoj që ju po bëni një super punë të jashtëzakonshme. Të organizosh evente në vende ndryshme, ndoshta edhe pa fitim në vitet e para, besoj. Por që ju e keni shumë të qartë vizionin se ku doni të shkoni me këtë lëvizje që po bëni, edhe për mua është një bravo shumë e madhe. Faleminderit. Edhe besoj që do ketë një impakt shumë të madh qoftë për diasporën, po qoftë edhe për zhvillimin e rajonit, Shqipërisë, Kosovës, Malizit, kudo ku janë shqiptarët. Kështu që faleminderit nga zemra. Faleminderit. Kur zhvillohet ekosistemi në tërësi, ngrihen gjithë niveli gjithë bizneseve dhe është win-win për të gjitha palët. Padyshim, unë mendoj që e fundit kjo për ta përmbyllur, mendoj që Business Network Albania ka shumë qartë se çfarë po bën, por motori vërtet janë pikërisht njerëzit dhe këtu jeni ju, folësit, antarët, organizatat, kompanitë, sepse është e pamundur që të ndërtosh diçka me vlerë pa pasur vetë vlerën në brendësi të saj. Dhe mesazhi im i fundit për gjithë, duke qenë që Aneda e dha, është sa më shumë ne të bashkëpunojmë, aq më shumë forcohet kompania jonë, komuniteti jonë dhe duke forcuar komuniteti, forcohet shteti dhe duke forcuar shteti, forcohet gjithashtu dhe diaspora për të qenë një lëvizje e fortë dhe një e vetme, jo siç është sot e fragmentuar dhe pa pasur një busull të qartë në aspektin e investimeve drejt rajonit. Shumë faleminderit Aneda, shumë faleminderit gjithëve dhe uroj të shihemi në Londër. Jemi në Londër. See you, bye bye. Bye. Okej, thirrja e fundit, shumë faleminderit gjithëve, mos harroni që të regjistroheni në event.bna.al ku mund të prenotoni biletën tuaj me kodin Aneda30, mund të merrni 30% zbritje. Dhe pres me padurim të takohemi në Londër personalisht dhe gjithashtu përveç blerjes biletës do të keni akses në platformën tonë digjitale, do të keni dhe gjithashtu mundësinë për të bërë pjesë e një shorteu i cili do të ketë 4 fitues për të pasur mentorship me 4 folësit kryesor ose një vit akses në platformën tonë digjitale. Më tepër se 350 pjesëmarrës
më tepër se 25 panelistë, më tepër se 4 folës kryesor, mund ta them me modestinë e plot që është konferenca e parë e këtij niveli një ditor në Mbretërinë e Bashkuar. Shihemi në Londër dhe ju falenderoj të gjithëve. Mirupafshim.